Është miratuar kalendari kompeticioneve kombëtare për sezonin futbollistik 2025-2026. Kampionati A Biznes Superiore do të nisë më 23 gusht 2025 dhe do të përfundojë në 24 maj 2026. Në të njëjtën datë do të startojë dhe kampionati kategorisë së parë. Ndërkohë kategoria e dytë do të nisë më 27 shtator 2025 dhe do të mbyllet më 18 prill 2026. Superkupa e Shqipërisë do të luhet në 28 dhjetor 2025. Kupa e Shqipërisë do të nisë më 1 tetor 2025, ndërsa finali e madhe është planifikuar të luhet në 13 maj 2026. Kampionati i vajzave do të fillojë më 27 shtator dhe do të mbyllet më 31 maj 2026. Gjithashtu janë përcaktuar edhe datat për gjitha kampionatet e moshave, të cilat do të nisin në muajin shtator dhe do të përfundojnë në muajin maj 2026. Konkretisht, për U21 vjeçarët, kampionati nis në 1 tetor 2025 përfundon në 25 maj 2026. Për U19 vjeçarët superiore, fillon më 14/9 2025 dhe përfundon në 10/5 2026. Kampionati U18 superiore nis në 14/9 2025 dhe përfundon në 10/5 2026. Për U17 vjeçarët në superiore, kampionati fillon në 14/9 2025 dhe përfundon në 10 maj 2026. Kampionati U13 superiore fillon më 14/9 2025 dhe përfundon në 10 maj 2026, ndërsa kategoria e parë për U17 vjeçarët nis më 21/9 2025 dhe përfundon në 10/5 2026. Kategoria e parë U16 fillon në 28/9 2025, përfundon 23/5 2026. Kategoria e parë U15 nis në 28/9 2025 dhe përfundon në 23/5 2026, ashtu si kundër edhe për U14.